Izulloj Skënderbeu, jam qytetar i rritur. Për 82-shit jam në bashkëpunësim në Korç. Jam mirënjohës për qytetin tim. Shikoj të gjithë këtu janë maliqarë, dhe disa fshatarë që përreth. Nuk jam dakord me këtë gjë sepse këtu është bërë që në nisur demokracia, i gjithë populli maliqit është i persekutuar. Nga politika, nga drejtësia, kanë përfituar nga sinqeriteti të këtyre njerëzve. Punëtor, fisnik, dhe kanë ardhur dhe korçarë, ka zërojnë. Jam mos prishet bashkia për një arsye. Sepse ne gjithë kemi ngritur një komitet, një biznes të gjithë. Këta e prishin, e të ndërtojnë kur të duan. Ne s'kemi pronë e këtyre deputetëve, kësaj politike, që të bëjnë të tyre e sapet e tyre, edhe ne të gjithë të ndëshkojmë këto. Këtu ka një diçka. Këta sot, kjo administratë korçare që kanë ngrënë bukë këtu, që ka bërë, pse nuk vinë? Edhe mos jenë dakord. Të respektojnë këtë qytet, ka qytetarë. Ne votojnë si duan. Unë jam me këtë, unë kam dhënë për Korçën, s'kam asë dhe një gjë. Sot e me pastre, i them Peleshit, Gzim Topçiut, këta njerëz që kanë ngrënë me këta njerëz me votën e këtyre, asaj aty kryetarit të Këshillit, asaj Veras, e të gjithë që kanë vjedhur të qytet, të vinë përgjigje për këta njerëz të sinqert. Këta janë njerëz të pashëm të ndershëm. Ajo zonja ka biznes, të gjithë ta kanë me drejtë e tyre. Ku janë këta që fshihen sot? Këta të përgjigje para ligjit, para spakut, si e kanë vjedhur kombinatin, si e kanë nisur qytetin kështu, sepse dukesh nuk janë këta në dorë të këtyre, dorë të këtyre. Ne kemi padrejtësi në ndeshkim si njerëz. Jenë njerëz fisnik, kanë ndërtuar këtë qytet. Qyteti nuk është i Gzim Topçiut, nuk është i Lucës, nuk është i kryetarit të Këshillit këtu. Qyteti është i njerëzve të mirë të punës, le të çmojnë punën, le të çmojnë njerëzit, edhe të bëjnë Shqipërinë më mirë.